Për sa përket gaforeve, meqense gaforet duket se tani e tutje janë mjaft pozitive, sepse jo se do mohohet i diçka e paqen, por e kanë dhe mundësinë, sepse gaforet duket se tani në këtë periudhë kanë një periudhë shumë pozitive, kanë një periudhë mjaft të mirë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime sidomos janë mjaft pozitive dhe shumë se kanë lidhur me karrierën, për shembull, dhe kanë ndikime shumë të mira tani atutje, ku është koha dhe momenti i duhur për të nisur gjërat që juve dëshironi edhe doni të bëni në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës, takime, bisedime, mund t'i bëni në orën 12 deri në orën 16:10. Në fushën e dashurisë, duket se me bricjap peshore dhe me dash është diçka ndryshe nga që e mendoni, prandaj bini pas, mos i lini pastore. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, kjo është shenja e luanëve. Për luanët mund të flasim gjatë